Shëndeti oral e them se është i thelbësor në shëndetin tonë. Sot në vitet që po jetojmë po jepet shumë rëndësi ushqyerjes së mirë dhe ushqyerja e mirë varet shumë edhe nga goja, nga kujdesi i gojës, e pasur një dentición të shëndetshëm dhe gojës të pastër. Prandaj mendoj që është thelbësor në gjithë shëndetin e trupit. Më zakonshme janë karisi dhe parodontiti. Këto janë sëmundjet primare që ne trajtojmë në klinikën tonë. Unë them që në përgjithësi, higjiena e dobët e gojës është edhe një domethënëse dhe një shëndetit të dobët të pacientit. Sepse pacienti që nuk kurohet për shëndetin oral, në përgjithësi nuk kurohet edhe për sëmundjet e tjera dhe vinë të dyja bashkë. Një higjenë e dobët parimisht sjell dhe prishjen e dhëmbëve e para. Së dyti mund të kemi instalimin e një parodontozës, që është një sëmundje kronike e humbjes së kockore dhe mbështetjes së dhëmbëve, dhe humbjen së fundit komplet të dhëmbëve të gojës, pra mungesën e dhëmbëve. Mendohet që ka një lidhje, por lidhja nuk është e drejtë për drejtë. Është akoma në shkencëtarë po mendojnë është në kërkim, por lidhja akoma nuk është e drejtë për drejtë. Por ka një lidhje statistikore midis sëmundjeve parodontale dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Pra, rreziku për të pasur një sëmundje kardiovaskulare është 3 herë më i lartë në personat që kanë parodontozë. Personat që kanë diabet është e kundërta, kanë tendencë për të zhvilluar parodontozë dhe humbje të kockës më të lartë sesa pacientët që nuk e kanë diabetin. Në pacientin diabetik mundohemi të kemi sa më pak gjakderdhje, sa më pak ndërhyrje të tipit invaziv në gojë dhe të kemi kujdes në mjekimin që pacientët marrin. Pra, nëse kanë diabetin nën kontroll apo nuk e kanë nën kontroll. Pra duhet që si fillim të stabilizohet diabeti dhe pastaj ju të kryeni ndërhyrje. Për diabetin dhe për gjitha sëmundjet kronike që kanë pacientët. Pra, e para është ato ta kenë nën kontroll sëmundjen, të kenë një rekomandim të qartë nga mjeku specialist që i marrë në kurim, që kanë të mundur të bëjnë gjitha trajtimet në klinikën tonë dhe pastaj ne bëjmë pjesën tonë duke pasur parasysh historinë mjekësore të pacientëve. Sa herë në vit e rekomandoni një kontroll rutinë tek stomatologu dhe a ka kjo diferencë ndërmjet moshave? Kontrolli rutinë rekomandohet 2 herë në vit. Unë do thoja për moshat shumë të reja, që janë në rrezik më të lartë ndaj karjesit dhe dëmtimeve të dhëmbëve, ta shtojmë në 3 ose edhe 4 herë në vit, dhe për moshat që janë në rrezik për prishje të dhëmbëve mbi 65 vjeç, dhe ato ta shtojnë deri në 3-4 herë në vit. Moshat e reja për shkak të moskujdesit në radhë të parë, konsumimit të tepërt të sheqerit dhe të pijeve të gazuara që i shkaktojnë një aciditet më të lartë të gojës dhe një prishje më të shpejtë të dhëmbëve. Gjithashtu ato kanë një nivel kalcifikimi të dhëmbëve më të vogël se sa moshat adulte. Gjithashtu edhe pacientët mbi 65 vjeç që quhen në rrezik për humbjen e dhëmbëve nga sëmundjet kronike që kanë ato, por edhe nga plakja. Shenjat e para të parodontitit janë skuqe e mishave të dhëmbëve, gurzat, siç i themi në gjuhën popullore. Këto janë shenjat primare. Dhe këto mund të dallohen lehtësisht tek dentisti gjatë një kontrolli dhe mbajtja nën kontroll e tyre është me medikamente të thjeshta, që japim ne pa nevojë recetës, që është shplarës ose një pasë dhëmbësh e përshtatshme dhe pastrime dhe kontrolle. Flora bakteriale e gojës është primare, themi në luftën ndaj patogjeneve të jashtëm, që janë mikrobet e jashtme që ne marrim çdo ditë me anë të ushqimit ose me anë të prekjes me duarve në gojë. Dhe flora jonë bakteriale e zakonshme e jona na ndihmon të i luftojmë. Mbajtja e saj është në bazë të higjienës e para dhe e dyta të mos marrja antibiotikeve me tepri. Pa rekomandim mjeku është shumë e rëndësishme, sepse çdo herë që ne marrim një antibiotik, sikur edhe për një ftohje të lehtë,
Pa rekomandim mjeku, dëmtojmë edhe florën tonë bakteriale të gojës, të zorrëve dhe bëjmë një dëm që ne nuk e rikuperojmë shpesh dot. Si mund ta rikthejmë florën bakteriale në gojë? Në farmaci ka ilaçe që probiotik që quhen që mund të tentojnë të rikuperojmë florën bakteriale tonë, por unë do thoja që edhe ngrënia e ushqimeve sa më të pak të përpunuara ndihmon shumë në rritjen e florës bakteriale të shëndetshme. Sa të rëndësishme janë fluoridët në parandalimin e kariesit dhe rekomandohen për të rriturit? Fluoridët janë shumë të rëndësishme. Për moshët e reja, më them se janë shumë të rëndësishme për forcimin e strukturës së dhëmbin, për mbajtjen e dhëmbëve të shumështit sa më gjatë në gojë, që është një rekomandim që duhet ta bëjnë të gjithë dentistët, dhe edhe për moshat e rritura qëndron fluorizimi për ata që janë në rrezik të prishjes së dhëmbëve, pra ata që kanë osteoporozë ose një sëmundje tjetër kronike që i dëmton strukturën e dhëmbit, fluorizimi këshillohet. Patjetër, osteoporoza ndikon si në kockat e trupit edhe në pjesën mbajtëse të dhëmbëve për të shkatruar strukturën e kockës që i mban dhe shpesh kemi edhe humbje të dhëmbëve edhe nga osteoporoza e përgjithshme. Pastaj të fatgjata mungesës së dhëmbi, para është humbja e dhëmbit, funksioni, i mastikacioni, pra i përtypjes funksioni, estetika dhe në fund mund të themi sot edhe problemet të pamjes së jashtme psikologjike. Pra pacientët që kanë mungesë dhëmbësh sot kanë edhe faktorë psikologjik që indikojnë shumë. Pra mos pasje një buzëqeshje të bukur ose të kesh pamje jo të mirë, për ta është një faktor shumë i problematik. Unë them se janë shtuar dhe vinë duke u shtuar. Në radhë parë, sheqeri është numër 1 problematiku i parë. Pijet me e gazuar dhe ushqimet e përpunuara. Po sa i përket pjesës estetike, pra vendosjes telave, pjesës kurorës së dhëmbëve, pse mund të vinë këto deformime, nëse mund të quhen në këtë lloj forme? Ushqimet e përpunuara gjatë mira viteve, neve na kanë shkaktuar faktin që neve kemi nofulla më pak të fuqishme, më pak të zhvilluara se sa paraardhësit tanë, le të themi kështu. Dhe kjo na ndikon në pasjen e më shumë problemeve të drejtimit të dhëmbëve. Pra kemi një vend të mbajtës që është nofulla, që është më i vogël dhe numër dhëmbësh po aq sa përpara. Dhe po shkojmë tek asaj që duhet të kemi më pak dhëmbë se sa që kemi sot. Sepse ushqimet tona janë më të përpunuara, kanë nevojë për më pak përtypje se sa ato që kemi pas dikur. A ka ndryshime në mënyrën e trajtimit të dhëmbëve në pacientët me sëmundje kronike apo me terapi medikamentoze afatgjata? Po, duhet kemi parasysh gjithmonë çfarë mjekimesh marrin pacientët, çfarë sëmundjesh kronike ato kanë. Këtu është e rëndësishme edhe për bashkëpunimi i pacientit që t'i deklarojë. Shpesh pacientët nuk deklarojnë sëmundjet e tyre kronika që kanë edhe të zemrës, të deklarojnë edhe çfarë ilaçesh të marrin. Unë do i këshilloja që çdo herë që shkojnë te dentisti ato të marrin edhe me foto, çdo emër ilaçi që marrin gjatë përditshmërisë tyre, që doktori të ketë parasysh si do ta bëjë trajtimin e tyre, duke marrë parasysh ilaçet që merr. Më i kërkuar është zbardhimi. Zbardhimi i dhëmbëve, pastaj vinë kuroret estetike ose facetat. Le të themi, këto janë ato që janë më të kërkuarat. Dhe çfarë duhet marrë parasysh një pacient përpara se të vendosë për një zbardhje dentare profesionale? Para se të bëjmë një zbardhje profesionale, duhet të kemi një gojë të pastër. Nuk duhet të ketë dhëmbë të prishur, nuk duhet të ketë gurza, nuk duhet të ketë skuqje. Pra goja do të jetë në një gjendje optimale për të bërë një zbardhim. Dhe zbardhimin ne e këshillojmë jo më shpesh se një herë në 3 muaj. Zbardhimi me lazer është certifikuar që dëmton strukturën e dhëmbit. Dhe ka pak kohë, themun, që këshillohet që mos të bëhet më. Pavarësisht se në treg
ka akoma marketing për të. Produktet zbardhuese që përdorim ne me peroksid hidrogjeni bën një dëm që mund të themi është shumë i përkohshëm. Pra, bëjmë një lloj fluorizimi të dhëmbit më të tepërt se sa duhet për ta zbardhur, por është diçka që është shumë e përkohshme dhe dhëmbi rikuperon shumë shpejt. Ndërkohë që mjekimet popullore ose ato që merren në shtëpi janë komplet pa kontrolluar dhe nuk e di çfarë efektesh mund të kenë, duke filluar nga asnjë efekt në efekte të dëmshme. Domethënë nuk mund të kemi zbardhim pa patur pak efekt të dëmshëm. Sikur sa do pak. Duhet të jemi të qartë këtu që ka gjithmonë një lloj efekti të vogël të dëmshëm, sikur edhe vetëm ndjeshmëri të shtuar dhëmbëve për 24 orë. Ndarja midis djemve dhe vajzave është e qartë. Ne pacientët kryesorë që kemi për trajtime ortodontike, pra për trajtime e dhëmbëve, janë shumica mbi 80% janë femra. Pra janë ata më të prirë drejt pasi një estetike të mirë, të rregullt të gojës. Profesioni mund të them që njerëzit që kanë një profesion ose publik janë të prirë për shembull drejt trajtimeve më të shkurtra në kohë dhe më afatgjata, pra për shembull faceta ose kuruara zirkoni ose në këtë kategori. Si mund të bëhet një trajtim estetik pa kompromentuar shëndetin dhe strukturën natyrale të dhëmbëve? Estetikisht, unë do të thoja në rrallë të parë, duhet fillojmë nga gjërat bazë, pra kontrollet. Pastaj do të kemi një gojë me mbushje të jenë të rregullta, të pastra dhe dhëmbët jenë sa më të shëndetshëm. Në qoftë se pacienti ka një dëshirë edhe pas kësaj që të ketë një estetik më të mirë, unë këshilloj gjithmonë duke filluar nga drejtimi i dhëmbëve e para dhe pastaj një zbardim profesional mund të jetë për mendimin tim diçka minimalisht invazive dhe shumë fërdhënëse nga ana estetike. Më së shumti pacientët për estetikën janë të drejtuar drejt drejtimit të dhëmbëve, pra flasim për moshat e adoleshencës apo për fëmijët, duan që të drejtojnë dhëmbët nëpërmjet aparateve metalike apo estetike, ndërsa tek pacientët më të rritur kemi një kërkesë shumë të lartë për dhëmbë më të bardhë me forma më të bukura dhe për një buzëqeshje hollywoodiane, e cila vjen duke u realizuar në format me faceta apo me punime zirkoni, varet nga situata. Përpara se pacienti të bëjë një zbardim profesional, neve e vëmë në dije pacientin për të gjithë ndodhitë që janë. E para e këshillojmë në dhëmbë të cilët janë të shëndetshëm, që nuk janë të mbushura, në dhëmbë të cilët janë të maturuar, pra ne nuk mund të bëjmë një zbardim të dhëmbëve tek fëmijët, duhet të kalojë një moshë e caktuar, që dhëmbi të jetë formuar dhe pastaj të bëjmë zbardimin. Zbardimi bëhet tek të gjithë pacientët të cilët kanë dëshirë të kenë një tonalitet apo dy tonalitete dhëmbi më të hapura. Zbardimi asnjëherë nuk mund të japë atë bardhësinë maksimali, pasi varet shumë nga ngjyra. Pra nëse ne kemi një ngjyrë A3, po them unë, nuk mund të shkojmë direkt te A1. Varet shumë edhe nga dhëmbi. Ajo që pacientët duhet të marrin parasysh është ndjeshmëria e dhëmbëve që do t'i shoqërojë për 24 orët e para. Atëherë personalisht për zbardimin gjithmonë rekomandojmë që pacientët nëse janë të interesuar në dozat të larta, nuk marketohet, nuk tregtohet një zbardues i cili ka një përqendrim shumë të lartë, nuk është që mund të dalë në një shitje online, pasi i cili mund të dëmtojë mishrat e dhëmbëve apo pacienti mund të ketë njolla në dhëmbët e tij, mund të krijojë njolla. Normalisht pacientët zgjedhin që ta bëjnë dhe në shtëpi, por ne sigurisht që edhe në pacientët që mund të kenë zgjedhur ta bëjnë në shtëpi, kemi preferuar që t'i këshillojmë dhe në klinikë. Asnjëherë pacienti nuk mund të ketë rezultatin që merr në klinikë duke përdorur në shtëpi. Dhe mendoj që çdo pacient i cili preferon që të bëjë zbardhjen qoftë në shtëpi apo në klinikë, duhet të informohet patjetër shumë mirë për të mirat dhe të këqijat e zbardhimit.
Në fushën e ortodoncisë, trendet janë maskerinat, pasi po preferojnë çdo ditë më shumë duke qenë që janë shumë estetike dhe pacientët nuk i kompleksojnë. Janë trend shumë edhe punimet e fasetave që pacientët duan atë buzëqeshjen e bardhë dhe të bukur. Si mund të bëhet një trajtim estetik pa kompromentuar shëndetin dhe strukturën natyrale të dhëmbëve? Trajtimet estetike që bëjmë në klinik, normalisht në varësi të moshës, në varësi të gjendjes së dhëmbit, gjithmonë preferojmë që ta këshillojmë dhe ta drejtojmë pacientin në mënyrat më pak invazive të mundshme. Nëse një pacient është vetëm 15 vjeç dhe vjen dhe i thotë i kam dhëmbët e shtrembërta dhe dua të bëj faseta, absolutisht që unë nuk ja bëj. Pasi në këtë rast dhe në këtë moshë, nëse dhëmbët janë të shëndetshëm, duhet patjetër të shkojmë drejt një aparati. Se pacienti është më madhor, pacienti i ka konsumuar pjesën e drejtimit të dhëmbëve, apo të zbardhjes së dhëmbëve, do shkojmë te fasetat, të cilat sërish ruajnë më së shumti strukturën e dhëmbit. Prap nëse pacienti i ka kaluar të gjithë të fazat, do shkojmë tek pjesa e urave. I ka kaluar dhe ura, do shkojmë tek pjesa e implanteve. Domethënë i marrim shkallë, nuk më pëlqen që direkt, domethënë neve të bëjmë atë që pacienti është. Mua më intereson që pacienti me të vërtet nuk e ka sot informacionin e duhur se kush është ndërhyrja më pak invazive, por afatgjatë do ta ketë dhe përpiqemi të jemi sa më transparent në dhënien e informacionit. Cilat janë gabimet që sheh më shpesh tek pacientët që të vinë dhe që i dëmtojnë më shumë dhëmbët e tyre, edhe pse janë të rritur? Gabimet më të shpeshta të pacientëve dhe jo vetëm fëmijëve, por edhe të rriturve, absolutisht që është mungesa e higjienës dhe mungesa e përgjegjësisë. Ka shumë pacientë të cilët mund të kenë kaluar 3-4 vite parë dhe më thonë, ose unë para 3-4 muajsh, para 6 muajsh, ose maksimumi një vit, ndërkohë që mund të ketë kaluar dhe një 5 vjeçar pa ardhur dhe pa bërë një kontroll për gojën.